Data 6 janar, Zanafilla, kapitulli 6. Kur njerëzit filluan të shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindën atyre vajza, djemtë e Perëndis panë që vajzat e njerëzve ishin të bukura dhe morën për gratë të gjitha ato që i zgjodhen vetë. Dhe Zoti tha: Fryma ime nuk do të hahet gjithnjë me njeriun, sepse në shthurin e tij ai nuk është veç se mish. Ditët e tij do të jenë pra 120 vjet. Kishte gjigant mbi tokë në ato kohë. Madje edhe më vonë, kur bijtë e Perëndis ju afruan bijave të njerëzve, dhe këto u lindën atyre fëmijë. Ata janë heronjtë që jetuan në kohët e lashtësisë, janë njerëzit e famshëm të atyre kohrave. Dhe tani, Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër, veç se e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos për këtë në zemrën e vet. Kështu Zoti tha: Unë do të shfaros nga faqja e dheut njeriu që kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafshët, te rreshqanorët, te zogjtë e qiellit, sepse pendohem që i kam bërë. Por Noeu gjeti hir në sytë e Zotit. Kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte një njeri i drejtë dhe i patëmet midis bashkëkohësve të tij. Noeu eci me Perëndin. Dhe Noeu pati 3 bij: Semin, Kamin dhe Jafetin. Por toka ishte e prishur para Perëndis dhe plot e përplot me dhunë. Tani Perëndia vështroi tokën dhe ja, ajo ishte e prishur, sepse çdo mish i tokës kishte shthurur sjelljen e tij. Dhe Perëndia i tha Noeut: Kam vendosur të jap fund çdo mishi, sepse toka për shkak të njerëzve është plot me dhunë. Ja, unë do t'i zhduk bashkë me tokën. Bëj një ark për druri. Bëj arkën me dhoma dhe lyeje me bitum nga brenda dhe jashtë. Por ti do ta ndërtosh në këtë mënyrë. Gjatësia e arkës do të jetë 300 kubit, gjerësia 50 dhe lartësia 30. Do ta bësh arkën me 1 dritare dhe do ta mbarosh me 1 kubit mbulese nga sipër. Anash arkës do të vendosësh derën dhe do ta bësh me 3 kate, pra me katin e poshtëm, të mesëm dhe të sipërm. Dhe ja, unë vetë kam për të sjellë përmbytjen e ujrave mbi tokë, për të shkatëruar në qiell çdo mish që ka frymë jete, çdo gjë mbi tokë ka për të vdekur. Por unë do të caktoj besëlidhjen time me ty, dhe ti do të futesh në ark, ti, bijtë e tu, gruaja jote dhe gratë e bijve të tu. Dhe nga çdo gjë që jeton, prej çdo lloj mishi, fut në ark 2 nga çdo lloj, për t'i ruajtur me vete gjallë bashkë me ty, dhe të jenë mashkull dhe femër. Nga zogjt sipas llojit të tyre, nga bagëtia sipas llojit të tyre dhe të gjithë rreshqanorët e tokës sipas llojit të tyre. 2 nga çdo lloj do të vinë te ti që të ruhen gjallë. Dhe merr për vete nga çdo ushqim që hahet, grumbulloje dhe ruaje në mënyrë që të shërbejë ushqim për ty dhe për ata. Dhe Noeu veproi ashtu. Bëri pikërisht sipas të gjitha atyre që Perëndia i kishte urdhëruar. Mateo, kapitulli 6. Ruhuni se mos e jepni lomoshën tuaj para njerëzve, që të dukeni para tyre. Përndryshe nuk do të shpërbleheni tek Ati juaj që është në qiej. Kur të japësh lëmosh pra, mos i bjerë trumbetës para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugica, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Me të vërtetë ju them se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur jep lëmosh, e majta jote të mos e di ç'bën e djathta jote, që lëmosha jote të jepet në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Dhe kur lutesh mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë, në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, që njerëzit i shohin. Me të vërtetë ju them se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Por ti kur lutesh, futu në dhomzën tënde, mbyllë derën dhe lutju Atit tënd në fshehtësi, dhe Ati yt që shikon në fshehtësi do të ta shpërblej haptas. Por kur luteni, mos përdorni përsëritje të kota si paganët, sepse ata mendojnë se do të dëgjohen sepse kanë përdorur shumë fjalë. Mos u bëni pra si ata, sepse Ati juaj e di ç'nevoja keni përpara se t'ia kërkoni. Ju pra lutuni kështu: Ati ynë që je në qiej, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote.
u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot, dhe na I fal fajet tona siç u falim edhe ne fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga I ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Sepse në qoftë se ju ua falni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qiellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju afal juve gabimet tuaja. Dhe kur të agjeroni, mos u vrarosni si hipokritët, sepse ata shfrytërohen për të treguar njerëzve se agjerojnë. Me të vërtetë, ju them se tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti kur të agjerosh, vajose kokën tënde dhe laje fytyrën tënde, që të mos u dukesh njerëzve që ti agjeron, por Atit tënd në fshehtësi. Dhe Ati yt që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblej haptas. Mos mblidhni për vete thesare mbi dhe, ku I brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi, mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja, as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, atje do t'jetë edhe zemra juaj. Drita e trupit është syri. Në qoftë se syri yt është I pastër, gjithë trupi yt do të jetë dritë. Por në qoftë se syri yt është I ligë, gjithë trupi yt do të jetë I errët. Në qoftë se drita pra që është në ty është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do ta urrejë njërin dhe do ta dojë tjetrin, ose do të ngjitet njërit dhe do ta përçmojë tjetrin. Nuk mund të shërbejeni Perëndisë dhe Mamonit. Prandaj ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani dhe që do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më shumë se ushqimi dhe trupi se veshja? Vini re zogjtë e qiellit, nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në hambare, dhe Ati juaj qiellor ju ushqen. A nuk vleni ju shumë më tepër se sa ata? Dhe cili nga ju me gjithë shqetësimin e tij mund t'i shtoj shtatit të tij qoftë një kubit? Pse shqetësoheni për veshjet tuaja? Vini re si rriten zambakët e fushës, nuk lodhen dhe nuk tjerrin. Dhe po ju them se as Solomoni me gjithë lavdinë e tij nuk ishte I veshur si një nga ata. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furr, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju njerëz besim pak? Mos u shqetësoni pra duke thënë çfarë do të ham, ose çfarë do të pim, ose çfarë do të vishemi. Sepse paganët kërkojnë të gjitha këto. Ati juaj qiellor pra e di mirë se ju keni nevojë për të gjitha këto. Por para se gjitha shkërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e Tij dhe të gjitha këto do t'ju shtohen. Mos u shqetësoni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të shqetësohet vetë për vete. Secilës ditë I mjafton e keqja e vet. Ezdra, kapitulli 6. Atëherë mbreti Dar urdhëroi që të bëheshin kërkime në shtëpinë e arkivave ku ruheshin thesaret në Babiloni, dhe në Ahmetha, në kështjellën që është në provincën e Medis, u gjet një rrotull dhe në të një dokument të shkruar kështu: Në vitin e parë të mbretit Kir, mbreti Kir u shpall një urdhëresë lidhur me shtëpinë e Perëndisë në Jeruzalem. Të rindërtohet tempulli, vendi ku ofrohen flijime, të hidhen mirë themelet e tij, të ketë një lartësi prej 60 kubitësh dhe një gjerësi prej 60 kubitësh, me 3 radhë gurësh të mëdhenj dhe një radhë lëndë të re druri dhe shpenzime të paguar nga pallati mbretëror. Përveç kësaj, veglat prej ari dhe prej argjendit të shtëpisë së Perëndisë që Nebukadnecari ka hequr nga tempulli që është në Jeruzalem dhe I ka çuar në Babiloni, të rikthehen dhe të çohen në tempullin që është në Jeruzalem, dhe secila të vihet në vendin e vet në shtëpinë e Perëndisë. Tani pra Tetanai, qeveritari I krahinës Matan Lumit, Shethar Boznai dhe kolegët tuaj, afareskitët që ndodhen Matan Lumit, rrini larg këtij vendi. Lini që të vazhdoj puna për këtë shtëpi të Perëndisë, qeveritari I Judejve dhe pleqtë e Judejve ta rindërtojnë këtë shtëpi të Perëndisë në vendin e saj. Përveç kësaj, po lëshoj një urdhër për atë që duhet të bëni për pleqtë e Judejve në rindërtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë. Këtyre njerëzve të paguhen tërë shpenzimet nga të ardhurat e mbretit që vijnë nga taksat e mbledhura Matan Lumit me qëllim që punimet të mos ndërpriten. Gjërat e nevojshme për holokaustet e Perëndisë së qiellit, demat, desht, qengjat,
bashk me grurin, kripën, verën, vajin, duhet të dorëzohen çdo ditë, pa mos plotësuar kurrë kërkesat e priftrinjve që janë në Jeruzalem, me qëllim që t'i ofrojnë flijime me erë të këndshme Perëndisë së qiellit dhe të lutën për jetën e mbretit dhe të bijve të tij. Kam dhënë gjithashtu urdhër që në qoftë se dikush e shtrembron këtë dekret, t'i hiqet një trash shtëpisë së tij, të ngrihet dhe ai të varet tek ai, dhe shtëpia e tij të katandiset në një plehrishte për shkak të veprimit të tij. Perëndia që e ka bërë emrin e tij të banojë atje, shkatërrov çdo mbret dhe çdo popull që guxon të shtrijë dorën e tij për ta ndryshuar këtë ose për të shkatëruar shtëpinë e Perëndisë që është në Jeruzalem. Unë, Dari, e kam nxjerrë këtë dekret, të zbatohet me përpikmëri. Atëherë, Tatenai, qeveritari i krahinës Matan Lumit, Shethar Boznai dhe kolegët e tyre vepruan pikrisht ashtu siç i kishte porositur mbreti Dar. Kështu pleqtë e judejve vazhduan të ndërtojnë dhe të bëjnë përparime, të nxitur nga fjalët e frymëzuara të profetit Hagai dhe të Zakarias, birit të Idos. Ata e mbaruan ndërtimin sipas urdhrit të Perëndisë së Izraelit dhe sipas rregullit të Kirit, të Darit dhe të Artakserksit, mbretit të Persisë. Tempulli u përfundua ditën e 3 të muajit të Adarit, që ishte viti i 6 i mbretërimit të Darit. Atëherë bijtë e Izraelit, priftrind, levitët dhe të kthyrit e tjerë nga robëria e kremtuan me gëzim kushtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë. Për kushtimin e kësaj shtëpie të Perëndisë, ata ofruan 100 dema, 200 desh, 400 qengja dhe 12 cjep, sipas numrit të fiseve të Izraelit, si flijime për mëkatin për gjithë Izraelin. Pastaj vendosën priftërind sipas klasave të tyre dhe levitët sipas ndarjeve të tyre për shërbimin e Perëndisë në Jeruzalem, ashtu siç është shkruar në librin e Mojsiut. Të kthyrit nga robëria e kremtuan Pashkën ditën e 14 të muajit të parë, sepse priftërind dhe levitët ishin pastruar bashkarisht, të gjithë ishin të pastër. Atëherë e flijuan Pashkën për të gjithë të kthyrit nga robëria, për vëllezërit e tyre priftërinj dhe për veten e tyre. Kështu, bijtë e Izraelit që ishin kthyer nga robëria e hëngrën Pashkën bashkë me tërë ata që ishin ndarë nga papastërtia e popujve të vendit dhe që ishin bashkuar me ta për të kërkuar Zotin, Perëndin e Izraelit. Dhe kremtuan me gëzim 7 ditë me radhë festën e të ndormëve, sepse Zoti i kishte mbushur me gëzim, duke përkulur në favor të tyre zemrën e mbretit të Asirisë, kështu që t'i bënte më të fuqishme duart e tyre për ndërtimin e shtëpisë së Perëndisë, Perëndisë së Izraelit. Veprat e apostujve, kapitulli 6. Por në ato ditë, duke u shumuar numri i dishepujve, u bën një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po lieshin pas dore në shërbesën e përditshme. Atëherë të 12-tët, pasi mblodhen numrin e madh të dishepujve, thanë: Nuk është mirë për ne të lëmë fjalën e Perëndisë për të shërbyer në përtryeza. Prandaj vëllezër, kërkoni midis ju 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi, të cilët do t'i vendosim në këtë detyrë. Kurse ne do të qëndrojmë duke ju kushtuar lutjes dhe shërbesës së fjalës. Ky propozim i pëlqeu gjithë shumicës, dhe zgjodhen Stefanin, një burr plot besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën dhe një prozelit nga Antiokia. I paraqiten pastaj përpara apostujve, të cilët mbasi u lutën vund duart mbi ta. Ndërkaq, fjala e Perëndisë po përhapej dhe numri i dishepujve shtohej fort në Jeruzalem, edhe një numër i madh priftrinj i bindej besimit. Dhe Stefani, plot besim dhe fuqi, bënte mrekulli dhe shenja të mëdha nëpër popull. Dhe disa nga sinagoga, që quhej e libertinëve, të kirenarve, të aleksandrinëve dhe të atyre të Kilikisë dhe të Azisë, u ngritën që të debatonin me Stefanin. Por nuk mund t'i bënin ballë urtësisë dhe frymës me anë të së cilës ai fliste. Atëherë nxitën disa burra të thoshin: Ne kemi dëgjuar duke folur fjalë blasfemie kundër Mojsiut dhe Perëndisë. Dhe ngacmuan popullin, pleqët dhe skribët, dhe u afruan e kapën dhe e prun të Sinedri. Dhe vun dëshmitar të rrem që thoshin: Ky njeri nuk pushon së foluri fjalë blasfemie kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit. E kemi dëgjuar në fakt duke thënë se ky Jezus i Nazarenas do ta prish këtë vend dhe do ta ndryshojë zakonet që na ka lënë Mojsiu. Dhe të gjithë ata që rrinin në Sinedër i ngulën syt në të dhe pan fytyrën e tij, po si fytyrë ëngjëlli.